Mirëmëngjes në vërë shikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24, sot është ditë e shtunë dhe shënon 6 qershor 2026, 6/6/26. Ne dhe sot do t'jemi si zakonisht me shtypin e ditës, pjesën e parë, pjesën e dytë në pas do t'jemi me telefonatat, pjesën e tretë do t'jemi me analistin Leonard Seferi dhe në pjesën e katërt në pas me motin dhe trafikun. Por fillimisht, si zakonisht, e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Largimi i qeverisë o ne o ti Rame, sot e gjithë Shqipëria në Tiranë. Mobilizimi, thirrjet forta për mobilizim qytetar dhe mesazhe të drejtë për drejta kundër qeverisë dominuan dje protestën para kryeministrisë. Protestuesit u bën thirrje shqiptarëve nga të gjitha trevat dhe diasporës që t'i bashkohen protestës së sotme në Tiranë. O ne o ti Rame, ishte thirrja e qytetarëve, të cilët deklaruan se nuk do të largohen nga sheshi deri në largimin e qeverisë. Protesta u shtrit dje edhe në Korçë, Fier, Kukës, Vlorë, Elbasan e Durrës. Protestuesit ju drejtuan Ramës, ti do gje rinin, sot të djeg rinia ty. Në faqen 2, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës, çouni shqiptar, thirrje që ndezi sheshin, ta ndryshojmë këtë vend. Mira protestues duan dorëheqjen e tij, Rama stërhiqet. Po në grabisin pronat, banorët e Zvërnecit përballen me Edi Ramën, kryeministri humb durimin dhe ngre zërin. Në faqet 3 dhe 4, materiali i plot. Erik Wendt miratohet nga Senati, zyrtarisht ambasadori i ri SBA në Tiranë. Prioritetet: emrimi, Wendt miratohet me 19 vota nga Senati Amerikan. Vrasja e policit Lam Tumira për Mekollin, kërkesa e Xhaxhait për presidentin. Vendimi i indeksimit paratetorit, sa do përfitojnë pensionistët. Në faqen 9. Studimi monografia që pasuron kërkimet mbi figurën e Gjon Buzukut. Në faqen 12. Sot është ditë e shtunë dhe bashkëngjitur me gazetën Panorama, vjen dhe suplementi Panorama Plus nga faqja 13 deri në faqja 20 me intervista, foto nga paparazzi, personazhe e të tjerë. Armir Rahmani, dasmë romantike me modelen, ndërtimi dhe çmimet e kripura, polemikat për koncertin e Kanye West. Këto dhe shumë tituj të tjerë gjeni në brendësi nga faqja 13 deri në faqja 20, bashkëngjitur me gazetën Panorama pa asnjë kosto ekstra. Shohim dhe hapësirën opinion redaksionale, shqiptarët në shesh kundër Edi Ramës dhe pro-Amerikës. Gen Z, suksesi i protestës vret ndryshimin. Nga Benandoni në faqen 23 dhe gjyqtari Florian Kalaja sjell në faqen 22. Koherenca e munguar për korrupsionin. Me këtë titull ne mbyllim këtu faqen e parë, gazetës Panorama për ditën e sotme. Do të vijmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e Telegraf. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të shtunë. Kasafort me euro dhe ora diamanti. Agollit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit i vjedhin shtëpinë. Një grup grabitësish profesionist dhe të mirë informuar mësohet se kanë hyrë, bastisur dhe vjedhur çdo gjë me vlerë në një apartament të padeklaruar dhe të fshehur të Dritan Agollit, drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Vjedhja është mbajtur e fshehtë, Agolli nuk ka bërë denoncim në polici pasi një veprim i tillë mund të implikonte penalisht atë dhe t'i hapte punë me spakun, pasi apartamentin, objekt vjedhje, nuk e ka deklaruar pranë ILDKPK-s bashkë me paratë dhe sendet e vjedhura, të cilat nuk i justifikon me të ardhurat të lishme. Në faqen 4. Kryeartikulli i Telegraf, ku janë sot burrat e kuvendit, nga lidhja e Prizrenit te zëri i rinisë sot. Analizë nga Frank Shkreli, ish drejtori i VOA-s, më 10 qershor shqiptarët përkujtojnë themelin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, ngjarjen që shënoi zgjimin politik të kombit për mbrojtjen e të drejtave kombëtare. Ky ishte mesazhi
i lidhjes shqiptare të Prizrenit në vitin 1878. Ky është mesazhi i saj edhe në vitin 2026 nëpërmjet zërit të rinisë shqiptare dhe protestave të tyre ditët e fundit në hapësirën shqiptare. Shqiptarët mund dhe duhet të kenë bindje të ndryshme politike, por kur bëhet fjalë për interesat madhore kombëtare, ndër të tjera, luftën kundër korrupsionit, për arsimin, kulturën, gjuhën dhe të ardhmen e kombit, ata duhet flasin me një zë. Në faqen 10, materiali i plot. Titujt të tjerë, kryeministri Rama, investimi i 4 miliard dollar në Zvërnec, bekim për gjithë ekonominë shqiptare, atë nuk e përcaktojnë protestat. Profesor Dr. Kristaj Shkume, nga reagimi qytetar tek kutia e votimit, çështja Zvërneci dhe sinjali që i hap rrugë ndryshimit politike demokratik. Analiza Shpendi Topollaj, deri kur o politikan pa aft do e lini Shqipërinë vasalet të huajve për pushtetin tuaj të kravatave të shtrenjta. Në faqen 11. Një marrëveshje e re për Shqipërinë, ish ministrja e jashtme Elisa Spiropali, çfarë ndodh kur pushteti bëhet më i fortë se mekanizmat që duhet ta kontrollojnë. Një shtet modern nuk ndërtohet vetëm me ilaçe tulla, ndërtohet me dije, shëndet, besim, dinjitet dhe betejë kundër korrupsionit. Shqipëria ka nevojë për më shumë garë, për një sistem të ri zgjedhor që prodhon përfaqësim real dhe jo riprodhim të elitave ekzistuese. Dosja Balluku Gjoni, nëse si hiqet imuniteti Ballukut, Gjermania e Holanda do të ushtrojnë presion ndaj Tiranës zyrtare. Vil gjykatëshe dhurate Carapulit për Belindën përfundon në SPAK. AFP call centrat e mashtrimi po kriminalizojnë rinin shqiptare. Mjeku në familje ja teknika e re që zëvendëson bypassin në zemër, kura për artritin, varicet dhe 7 këshilla për ulçerën dhe osteoporozën. Dieta javore e pranverës për mbipeshën. UÇK, një ëndër që u realizua me sakrifica. Dosier Rëfen Nazmi Çela, ju tregoj Hysni Lilën, që i dha për herë të parë armën në dorë heroi legjendar Adem Jashari. Instruktorët dhe heronjtë që shkruan me gjak historinë e çlirimit dhe pavarësisë së Kosovës. Faqet 14 dhe 15, materiali i plot. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e ditës, shohim titujt kryesor të saj për këtë të shtunë. Enigma e 200 milion eurove për Zvërnecin nga vëllezërit sirian drejt llogarive të Artur Shehut. Në javët dhe muajt e fundit, me një shpejtësi të çuditshme, janë bërë pagesa ndaj pronarëve të diskutueshëm, ende në konflikt pronësie. Pagesat kapin shifra të jashtëzakonshme. Për artikulli i ditës, investigim Guacka e Zvërnecit, kush qëndron pas projektit më të diskutuar turistik në Shqipëri, nga kompanit Guask në Amsterdam të pronarët e tokave në Pishporo. Dokumentet zbulojnë rrjetin e interesave që mbështetet dhe mbështesin investimin miliardësh në nënhetim nga SPAK. Gjurmët e pronarëve përfitues të projektit në Zvërnec, çfarë nxori sistemi Orbis kur gazetarët kërkuan për biografin publike të Nikita Vinogradova po Zoja Gyrova. Faqet 2, 16 dhe 17, materiali i plot. Investigim emrat, biznesmeni i lidhur me projektin e Zvërnecit fiton koncesionin 364 milion euro të rrugës Milot Baldren. Kompania Infrakonsulte Redistrugës, një prej personave të lidhur me planet për Zvërnecin, është pjesë e një konsorciumi që fitoi koncesion super të shtrenjtë për 17 kilometra. Si i bleu 1.2 milion metra në zonën e mbrojtur Pishporo Nart, në faqen 3. Analiza e revoltës shkon përtej Zvërnecit, protesta që po nxjerr në shesh 35 vitet e plagëve të Shqipërisë.
Nëse revoltën e ndezi Zvërneci, rënjët e saj janë tek aroganca e kastave qeverisëse dhe obortarve të tyre ndaj njerëzve të këtij vendi. Në brëndësi, një oktalog mbi gjashmërinë Rama Trump nga Fatos Tarifa. Tenderi që bëri zonjën Balluku me vil, dosja e SPAK. Rubrika e shëndetit, sekreti i thjeshtë i mëngjesit, çfarë ndodh me trupin nëse pim një got ujë apo zgjohemi? Sa ujë na duhet realisht në mëngjes, i ngrohtë apo i ftohtë? Rregulli i artë që shpëton organizmin nga plogështia. Lotët e familjes policit të vrarë në Maliq, ngjarje e rëndë. Rama banorve, unë nuk pyes nga gjykatat. Projekti i Zvërnecit. Titulli i fundit, prek samiti, Franca dhe Gjermania propozojnë integrim gradual të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Dokumenti propozon një strategji e cila u mundson vendeve kandidate disa përfitime, por jo antarësim të plot në Union. Në faqen 19, materiali i plot. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Do të vijmë tani me një tjetër gazetë përditshme. Është radha e përditshme, sot shohim titujt kryesor të saj për këtë të shtunë. Banda e Ballukut, 2 vile të tjera ngjitur me shefen. Jasi kanë marrë edhe Viola Haxhiademi dhe Maksim Hetemaj nga një vilë peshqesh në fshatin e Carapulit gjatë kohës që punonin në Alp Control. Strukturohet grupi kriminal, 2 antar të qetës Balluku bien në rrjetin e SPAK. Klevis Jaj dhe Ergjys Verdo thirren për aferat me shefen e tyre. Vila e Dërmiut hap kutinë e Pandorës, SPAK merr nën hetim për pastrim parash. Pandelit Carapulin, nga sarajet e Surelit te dosja Balluku, si u kthye biznesmeni nga i preferuar i pushtetit në subjekt të hetimit. Elisa Spiropali, kryeministre e krizës, zhvillimet e reja në Partinë Socialiste, deputetja socialiste kërkon ndryshimin e stilit në qeverisje, paralajmëron se koha e Belinda Ballukut ka mbaruar. Pazaret Rama Berisha, nga tragjedia e Gërdecit e protesta për Zvërnecin, revolta e Rjollit nuk erdhi në Tiranë se ishte ortaku i Saliut. Kreshnik Spahiu plas vërtetën për investimin e Trump. Në faqen 7. Titujt të tjerë, drejtoresha e Shish drejt largimit tregoi pavësi në ngjarjen e Zvërnecit. Nuk mori masa për agjenturat greke që kishin një muaj që përgatisnin luftën kundër investimit familjes Trump. Çfarë ndodhi në seancën për Metën dhe kryemadhin në GKK nga akuzat për fshehje prohash? 20 përgjimet ambientale, 200.000 eurot për Kastriot Ismailin, letër porosit në SBA të refuzimit transmetimit live, ja përplasjet në faqen 8. RTSH në kolaps, Eni Vasili kërkon të ufuz dorën në xhep shqiptarëve për të mbyllur gropën 374 milionçe. Kuvendi i jep shuplak dhe i kujton drejtoreshës se s'ka plotësuar asnjë rekomandim. Informacionet e fundit për pensionistët, çfarë duhet dini për rritjen e pensionit që pritet ta merrni brenda korrikut, ja kategoritë që pritet përfitojnë. Në faqen 10. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, shtratat përditshme më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të shtunë. Egnatian Bandedën, Shehi, jep se zgjodha Prishtinën. Tekniku kryeqytetas do të vazhdojë rrugtimin në stolin e kampionëve të Shqipërisë. Dursaku ndron skuadër, jo ngjyrat, fjalë zemre për Tiranën. Faqes 78, materiali i plot. Kryeartikulli i Panorama Sport, sot në orën 20, Shqipëri-Luksemburg, kombëtarja në fush. Maran, po testojmë, na mungon ekuilibri. Trajneri i përfaqësueses flet para ndeshjes me Luksemburgun, Kuqezin gati për misoren, italiani ndryshon formacion. Hysaj, ëndër të luaja,
e jo më të arrija rekorde në faqet 2 dhe 3. Negociata nxehta Elbasani ngren pazarin Janacek Lajthia dhe Lukili. Binda Vdulli, prioritetet Dinamo Gjuan në Kosovë. Heshtja titulli Vllaznia harron dështimin. Blut, vora në sulm, Bellaj do 3 bombera. Shqipëria reziston në Prag, frenon Çekin, futboll. Vajzat kuqezi barazojnë 1-1 në transfert. Pikë e merituar, Levendi u përgjigjet golit të vendasve. Në faqen 11, materiali i plot. Tituj të tjerë, Robben fal Casillasin, Spanja në majën e globit, Kupa e botës 2010. Nga Afrika në Europë botrori, ekipet që i dhanë fund dekadave të pritjes. Scaloni formacionin nuk e bëj unë, atë e vendos Leo Messi. Angli, Iraola, Liverpooli, një sfidë intriguese dhe tërheqëse. Seria A sot në gazet, kalendari i kampionatit italian 2026-2027 në faqen 24 për gjithë ata që janë të interesuar. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend. Panorama Sport e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në Shqipëri. Ndërkohë tani do t'i rikthehemi edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Largimi i qeverisë, o ne o ti Rame, sot e gjithë Shqipëria në Tiranë. Mobilizimi, thirrjet forta për mobilizim qytetar dhe mesazhe të drejtë për drejta kundër qeverisë dominuan dje protestën para kryeministrisë. Protestuesit u bën thirrje shqiptarëve nga të gjitha trevat dhe diasporës që t'i bashkohen protestës së sotme në Tiranë. O ne, o ti Rame, ishte thirrje e qytetarëve të cilët deklaruan se nuk do të largohen nga sheshi deri në largimin e qeverisë. Protesta u shtrit dje edhe në Korçë, Fier, Kukës, Vlorë, Elbasan e Durrës. Protestuesit ju drejtuan Ramës, ti do gjerinin, sot të djeg rini aty. Në faqen 2, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës, Çoni shqiptar, thirrja që ndezi sheshin, ta ndryshojmë këtë vend, mira protestues, duan dorëheqjen e tij, Rama stërhiqet. Po na grabisni pronat, banorët e Zvërnecit përballen me Edi Ramën, kryeministri humb durimin dhe ngre zërin. Faqet 3 dhe 4, materiali i plot. Erik Wendt miratohet nga Senati, zyrtarisht ambasadori i ri i SBA-s në Tiranë, prioritetet. Emrimi, Wendt miratohet me 19 vota nga Senati Amerikan. Në faqen 5, materiali i plot. Vrasja e policit, lamtumira për Mekollin, kërkesa e Xhaxhait për presidentin, në faqen 7. Vendimi, indeksimi, para tetorit, sa do përfitojnë pensionistët. Studimi, monografia që pasuron kërkimet mbi figurën e Gjon Buzukut, në faqen 12. Armir Rahmani, dasmë romantike me modelen, ndërtimi dhe çmimet e kripura, polemikat për koncertin e Kanye West, suplementi Panorama Plus, në faqen 13 deri në faqen 20. Redaksionale, shqiptarët në shesh kundër Edi Ramës dhe pro-Amerikës. Gen Z, suksesi i protestës vret ndryshimin, në faqen 23. Koherenca e munguar për korrupsionin nga Florian Kalaja, në faqen 22, gjyqtari sjell titullin. Ky në fakt ishte titulli i fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme.
Ndërkohë, gazetën Panorama e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, bashkëngjitur me të sot edhe suplementi Panorama Plus nga faqja 13 deri në faqja 20 me personazhe, foto nga paparaci, intervista ekskluzive e të tjerë. Në brendësi, çfarë ndodh me botën e rozë në Shqipëri dhe jo vetëm, i gjeni në suplementin Panorama Plus, bashkëngjitur me gazetën Panorama ditës sotme. Me gazetën Panorama ne japim fund këtu shtypit ditës për ditën e sotme, do të shkëputim për një hapësirë të shkurtër publicitare pas pak me telefonatën në studio. Publicitet. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë këto momente. Gjithashtu, mirëmëngjes, telefonata e parë për ditën e sotme është shtunë 6 qershor 2026. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Ore më po përshtypje për këto analistat që flasin me fjala kupton. Çfarë do të përshtypje? Jo na dy kosovarë me fjala kupton. Shqiptar Kosovë, lutem, mos e bëj dhe ti të njëjtin. Jo, shqiptarë dhe Kosovë. Ne shqiptarë që jetojmë malqime i fjala kupton. Ore, që dite më të albatrose më pa. Sa di, a i batona gjio e dje që o sërpë. Po që e ka dhe kjo tjetër i sërpë. Po që po i thotë kjo për mitingin, më pa. E konë të rezito. Po këto që kënë të atat dhe kombit dhe. A i batoni është dje, se ka qenë me i ka dalë ati Miloševićit, ja ka thonë syrej, se kush është e, po kjo tjetëri. Si s'kanë pa i këto që kënë paftyrë më nga që i dalin atje. Edhe më po përshtypje dhe i gjomë më da. Gjithë Shqipënia miting, duke dalë në protest, a i shkon da medalja e. A i që ka nuk e di me qenë robi ka që i trash, ose me qenë këtë kryeministër legend, ta mon legend. A i kupton që me dalë me ta dekorata si në kone e nderit kë. Po në Terezikë e përso në Terezikë, që e i cop legend, i këmër legend, i rema me plot goja, i këmër i doregja dhe i glejë rinin të ecim për para. Të rrullën Shqipënin, mërë a i tot, një banda i tutësh, një 4 ure ka bo Shqipënin. Se në me dhunë ma e Shqipënia, që do me rrullu Shqipënin ju me dhunë, i kokra i legendit, me gjitha ta që i mojnë mata, dhe ata super legendit, super legend, që se dungët kom. Që shkën me pa kombin me shkën në pytë ta super legend. Ka që isha shumë faleminderit. Mirë, zotëri, faleminderit dhe juve për telefonatën. Gjithë mirat, presimi tjetër telefonat në studio. Mirë, mëngjes, përshëndetje. Mëngjesi. Përshëndetje, zotëri. Po kërën ato media tjera, Allah. Kush? Media tjera. Që s'dalin ato? Ku dalin? Që ti japin të protestat dhe këto. Mirë, News 24 ka transmetuar që ditën e parë, zotëri. Po, Newsi po për të tjera. Tjerët, Ka që komuniste në ato? s'di që të them për tjerët. Hajt, faleminderit, kaj. Mirë, faleminderit dhe juve. Gjithë mirat, presimi tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mora shkas. Alo. Po, përshëndetje zënjë, urdhëro. Ja të pa telefonit. Mora shkas nga një dushta, ka ja 2 ditë, po nuk ju ka pa dot. Po. Që po fliste për, ishe shumë i shqetësuar për çadrat e plazhit. Ai vetëm dushtak nuk ishe në fakt. Se si duket, ai s'pasa pas në hall në problem me hipotekën apo me bashkinë e dushtit, apo i më tëmë. Që është mlunë korupcion. Po nuk e din ai sa bën sa kryetari i bashkisë, po se di ka që bën kryetari i bashkisë, nuk e ka durës, po nëse mund të është dushtak. Se kryetari i bashkisë në një film administrativ dhe i lindësi që po e përgjaj ka qëtet se i meriton, u shkarku me dorëheqje për korupcionin që kishte bërë me që ndërtimet vend e pa vend. Mirë zënjë, faleminderit për telefonatën. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje zotëri. Mirëmëngjes, përshëndetje, respekte për ju si televizion. Faleminderit. Nga dita pare grevës e demonstratës si dushta që që i ka gjitha mrena. Më bëjt qefi fort, jo fort, po në ke ma i gjallë, kam ne i mbi 8 orë pranë televizorit uj. Edhe i respekt të jashtëzakonshëm për atë Klediona Lalen për punën e mirë që bani mram. Edhe ju ngini pëlqyja natën ke intervjis dise ku ishit e harrova si kanal, po faktikisht këtu nuk është vetëm Vlora.
Kështu është Shqipëria. Ke bashkimi i rastisar që kjo paketa maleve do të sjellë çakderdhje. Do të jetë vrasje vlla me vlla, fis me fis. Ne kemi pas zakon nga trashëgumja deri në 44-ën, që kemi pas një luftë të jashtëzakonshme për kullotat. Ato kullotat për shembull në Mirdit, në Sedit janë 3 male. Që atje është kullos e baktive edhe të gjitha gjanat atje kemi pas. Nga stanet, nga ujt është i krybar, që quhet krybar, që e njekin shumë njerëz. Nga Kurpneshi kur shkon për lur? Po, nga Kurpneshi që shkon për lur, që shkon për lur, futesh djathtas. Po. Po rruga shumë e keqe, vetëm 4x4, se nuk hyn atje për momentin. Vazhdon puna për drejtim lurës, po këtim këtë ka nuk ka zhvillim. Po prapë se prapë aty dunë më dhënë, jo oligarve, po do zagarve, që nuk kanë qapën tjetër, po dunë e fut popullin e Mirditës, popullin e Seditës, sidomos Kurpneshit, dunë e fut në llabrasje. Këto nuk e bëjnë ata vetë. Këto bën e Gjirama me shokët e vetë. Edhe Gjirama se të bëjë sot paket e maleve. Si ti fut në llabrasje, pak llabrasje im pas na për 100 vjet, 200 vjet, deri në 24 nuk mbyllën ato punë. Tani do me fut paket e maleve. Ose hidrocentralet. A ka burre djallë nane që të marri vujtin, të ma fosin tuba, e se të bëjon atje? Se të bëj me tokën, ajrin, bimësin, gjithka. Pra të me thënë gjithka është e padurueshme, është e rrezikshme. Kështu që nëse do të jetë burr, më të marrë ka 200-300 policë me arma të sekret e pa sekret, po të jetë burr dali para popullit, e t'i thot popullit, jam unë. Atë nuk di se kur të dali. Faleminderit për respektin. Faleminderit dhe juve zotri. Të përshëndes, të uroj gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes i zonjë. Mirëmëngjes. Përshëndetje, urdhro. Mirëmëngjes, o Flori. Mirëmëngjes, zonjë. Jepi zonjë, urdhro. Dua të flas çik për protestën që po bëhet. Po, për çfarë të kesh dëshirë? Gjithmonë thoshin që ku janë të rinj, ku janë të rinj. Se na i merr të mendja që rinia do Po rinia pas ka qenë rinia, fëmia jonë, se fëmijët na u larguan, por ne vedonim të rinj, edhe rinia doli. Bashk, prandaj t'i largoj këtë Sali Berishën. Sali Berisha dhe Edi Rama, këta 2 maskarejnët. Sali Berisha tani, se unë jam demokrate dhe më vjen shumë keq, kam thënë dhe do them gjithmonë. Kam thënë dhe do them gjithmonë që kam qenë dhe jam demokrate. Po Sali Berisha u zgjodh me vetveten e tij. Dhe ka disa të rinj aty që rrinë me Sali Berishën, na vjen shumë keq. Na vjen shumë keq që janë ca të rinj dhe rrinë mbas Sali Berishës. Po ja ku është rinia. Ja ku është rinia që ka dalë në protest. Dhe bravo i qoftë se na kam përzën këta maskarejnë, na kam përzën fëmijët. Se na therë shpirti, i shkolluam e të gjitha edhe na i mori bota. Na i rregulluar për bukuri, i rregulloi bota ata. Nuk i rregulloi shteti i tij. Prandaj të qërohen të gjithë këta maskarejnë, këta Sali Berish me gjithë këtë Edi Ramën, me të maskaran. Se dhe ne pensionistët do dalim aty, edhe t'i qërojnë. Jemi gati të dalim me rinin. Pak pensionist. Rini hecë për para se na ke mbrapa jush jemi dhe ne të moshuarit. Të kuptoha. Mirë zoj, faleminderit për telefonatën. Gjithë mirat. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes zonjë, urdhro. Në gjës, kisha për të foli qikë për pronat. Pa. Dhe në shqipët prona jote, asje Shqipëria s'ka qëtësi. Që ta diti. është digji më i poshtë të më shetë shtokë në gjyshit tim ti, që s'ke lidhje, do më Shqipëria s'ka qëtësima. Ciao, respekt. Mirë, është larguar zonja, presim dikë tjetër. Mirë mëngjes, përshëndetje.
Mirëmëngjesi. Në lidhje me telefonutin që foli për Albatrosun, them për Albatrosin po i tregoja te telefonit parë që Albatrosi do i hunë bys e t'ja nxjerrë te goja. Edhe fund si atë. Ju lutem, mini etik. Presim i tjetër telefonat. Alo, po të lutem, mos sa pres, unë kam haus. Ju e dini edhe problemi që kam unë që nuk jetoj dot në shtëpia ime, që më shndërtu banjon në borë dhe më shloku komplet nga mu i motoja ma ka bërë njërnit, ma ka bërë këtë edhe e gjithë ngili ka dasët, po të lutem se të kam si qunin tem. Njëzit po flasin për ditat. Po mbyllën në linja më zojnë qatë i bëjmë. Edhe ju si keni prej. Po të shi unë prej alit datë se jam edhe e smume, unë të kam thonë. Të shi, Klajdi Lame atje është vonë kërë inspektor. A i ka mërë pare, më kërkoj pare mu dhe më si dash. Ato lekët i ndate me Dorian Memën. A i e gjithë Pengili është i mëj korruptun i ka dasë, të shikut i zgjidhe problemat, si Matjush. Ne dhe që juja i lejnë për gjithë problemat, se si duket kam dërhyrje se i lejnë njësi kam i shok aty ke televizion i juj, edhe të rishën, se unë taksaku ma kalon për gjithë. Shkoj deri diku. O zoj, ma jep numrin mua të interesoj mua. Po lutëm të shi, se vetëm e bojë dhe gjystik, po ne ka do njëzit të vrasje. Numri im është 068, po kam haus, unë jam maja ajo që nuk më zhë shumë. Jepi zoj. 068, 68, 452, 74, 24, po të lutëm a zhjërin si këtë problemin. O zoj, ndalje se e nëzore numri me 30 numra, 068. Po. 452, 74, 24. Okej. Mirë. Faleminderit zojmë për telefonatën. Do interesojmë unë për asin tuaj. Ditën e hanë, me shumë si do ju telefonojnë, okej? Presim i tjetër telefonat, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Një pyetje kam. Po. Zotë e gazetar. A thuk, ta kërë, si kur kja koka, në jushme në komi shqiptar, kanë staf mjekësor, mërë, zotë e gazetar. Që kanë bërë? A kanë staf mjekësor? A kanë staf mjekësor? Po edhe kanë. Se, ku janë të mjekësi që, a thu e vizitojnë këtë shtyrë të japë, këtë përbensh, këtë gjakatorë që dënë me shku me përvu edhe me ba me derë gjakatin. Pa ka, mërë, a di që do thotë tjere, po hesi një shteti, mërë, të morësh në dorë një shtet, mërë, apo ne, si Shqipëria, si në shteti vogël jena, apo problemet që ka Shqipëria, që ka të në bota, mërë. Pa ka mundësi kjo staf mjekësor që nuk e vizitën, mërë, në zënë. Kësë viziton? Mirëmëngjes. Mirë, ka ikur zotëria. Mirëmëngjes, përshëndetje zonjë. Jam një pensioniste. Po. Marë 120.000 lekë e birë. 60.000 lekë më bëjnë një lache se i kam të domosdoshme, se mba shpirtin me ato. 60.000 lekë më vendritat uj kablori edhe telefoni. Ta një urdhro, ta më ngelen mua. 20.000 lekë. Dhe te kësutateri, kulloj shita time dhe më shpëtoj lotë, kullin nuk betë fjallë, për asë një gjësje, të vja urdhro, më thuaj ti këtu. Prandaj, digjo, populli, nga esht, nga fesht, në të gjitha vendet e botës, duhet të kthehen këtu, ti vend flakën ati parlamenti. Dhe ata janë vetëm hajdutë, as kanë qenë, as janë, as do të jenë do një për popullin, po për vetën e tyre, për gjepat e tyre. E mbrojnë e dirama baluken, se të kanë kullotër me një grashë bashkë gomari me gomaricën. Ajo balukja me gjithë molikën duhet ishtë në burg dhe në burg të përjetë shumë sot. Me dhije dhe që u kanë bërë shqiptarve. Që të lutem shumë, se më rrjevin lotë në asytë kur vete të kësutapërimet që të marrë një diska e shte pa mundur. Kuptoj zhoj. Mase i vogël duhet ngrihet në kam, të marrë fatet e shqiptarve. Të marrë fatin e tyre në dorë. Shumë e drejzojnë, faleminderit për telefonatën.
Unë përshëndes, të uroj gjithë mirat. Presim i tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. E zgjidhi zonja, e zgjidhi punë e pensionit. Zonja tani sugjeron që dalin gjithë, ta zgjidhin gjithë bashkarisht. Po. Po ti qa sugjeron? Haj. O zotri, dale, qa sugjeron ti? Aha. Pak të zonja pas ka një zgjidhje ti hiq, e mbyllim, mirë. Presim i tjetër telefonat, mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes nga Shkodra. Përshëndetje Shkodra. Fond javës këndshme. Një njohje respekt për 24-ën që pasërën protestën nga minuta e parë deri në fund. Faleminderit. Dhe 20 një kanal që pasërën e të plot. Sincerisht një njohje respekt. Faleminderit. Urdhro. Protestat te për vodomës, uroj që shtohet për ditë. Jo që ka mush kupën qeveria, po kupa është mush qysh në 96-ën kupa. Vetëm i disa më banë përshtypje që këtë dy liderat e opozitës tonë, qoftë Rama, qoftë Berisha, a kanë me i farë një kur djali me flasin në emër të komit edhe për komin. Që nuk e di për komin punon në 96-ën, për komin banë piramidat 97-ën, për komin banë po fryshe luftën civile, për komin banë 21 janarin, për komin për unë ato meket kimike, për komin shpopullon. Nuk e di a kanë në i pikë morali njerëzor. Nuk e di. Me pa piktur për del dje edhe thot që ku 500.000 vetat që në protest, të kur 500.000 vetat banë protest, unë projektin nuk e nëli. Nga ona tjetër thot, nuk ka dëllë projekti hala, po si rëfët veni pa dëllë projekti. Nuk di sa të them, uroj që protestat zmadhët për ditë falemnërsh për kohën, që më dhatë një njohje respekt për 24. Faleminderit gjithë mirë dhe juve zotri, presim një tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. E mbyllim. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Regjia të mjoftoj. Nëse jemi okej. Provojmë edhe një tjetër. Mirë mëngjesi. Mirë, shkëputim për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak sërish me telefonata. Rikthehemi në studio, jemi në pjesën e tretë, do të presim telefonata edhe në këtë pjesë të tretë. Kështu që të gjithë ata që nuk folën do të në pjesën e dytë, e keni të hapur për 22-23 minutat në vim, linjen dhe jemi në pritje telefonatave, të opinioneve, denoncimeve tuaja. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje i dashur. Mirë mëngjes, zotri. Unë më shkas nga vrasja ati policit dëshmorit të demokracisë. Zotri, si ishte mundur që një kriminel të financot nga shteti dhe për 9 vitet jetë me kërkime nuk kapet. A jetojmë në Shqipëri, neve apo ku jetojmë? Unë i përcjell ngushëllimet e mia familjes për vrasjen e djalit të tyre, të ndjerë. Unë i bëj apel si qytetar i thjeshtë i këtij vendi, kuvendit, presidentit, kryeministrit, një njeri që vret duhet vritet. Atëherë do shikojmë që a do kemi vrasje, apo nuk do kemi. Se që të tërheqës kemzën e pistoletës të vras një birë nëne, nuk është e letë. Nuk është e letë i dashur moderator. Jemi të gjithë të friksuar. Nuk në zë gjumi natën dhe sa të në vinë fëmijë dhe shtëpi nga puna. Sepse qytetarët janë të pasigurt edhe në shtëpitë e tyre. Bandat kriminale, varfëria. Mua vjetë me 25 vjetor
një hajdut më vodi 15.000 lekë të reja. Ishin lekët që më dha shteti për vitin e ri. Ku t'i vodi? Kështu që shtetin, a i polici ishte, më thonë se ishte, a i ka qenë ish polic. Më mori parat, më hodhe një bështim në gjaket nga mrapa, edhe tha pritmo se je bërpis. Duke me zbëthyrë këmishën, më mori lekën nga gjepi 15.000 lekë të reja, edhe i ku u largua me mrap. Dikush më thot që a i ka qenë punojës policie. Imaginoj dashur në rrugë të vjedhin, mundu me ishte ora 3:10 e ditës, me 25 vjetor vjetë. Përndaj unë i bëj apel ati hajdutit, se është i identifikuar nga policia dhe duhet i dorëzoj lekët atje të rruga Budi, të lokal Roma. Po kanë kaluar 6 muaj, bur, ato leka i ka prishur, o bur. Po mirë, do t'i gjej ato lekë. Po i ka prishur, o bur, janë 6 muaj e 5 ditë që kanë kaluar. Policia më ka dhe fjallën se do t'a kapim edhe unë kam besim të policia shtetit. Me gjithate, varfëria është të skashme, pensionet nuk grije, parat vide dhe vide pasurie Shqipërisë është e jashtëzakonshme. Vetëm atje në Birisht e zbuluar një minjeri mineraleve të ralla që ka blerë Amerika $1 miliard. Ku ven këto para, zotri dashur? Qapën spaku, duhet hetoj spaku burimet e parave se ku venë. është bërë ajo Belinda Balluku, ore Belinda Balluku nuk jam bën të arrestoj Edi Rama se ka frikë, se Belinda është bashkëpunëtare me Edi Ramën. Pa ne spaku duhet hetoj krimin, vjedhjen, hajdutërinë, vrasjen, e thash dhe njëherë, ai që vret duhet të vritet. E mbyllim, faleminderit zotëri për telefonatën, presim i tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes i dashur. Mirë mëngjes zotëri. Them tani, të parën duhet përshëndes Newsin 24 për dritën në këtë tunel të herët, që në vam 36 vjetë në del shpirti. Në ka darë në të vërtet, po kërëmi kufoma tani. E që mundohet të në realizoj, dhe ju realizofshin dhe atje, të dënohet ai që rëzoj resortet. Ati që dëshivin dhe aksisa... Se këtu flasim për resortet, për resortet... Luftën që bën ai të bashkohet ai, të drejtoj, dhe mirin të kishë marë të djatën, po se me gjitha do të ngelemi të Rama me protestat. Ore, kjo ka dhe kjo i madhi Nord Koreasë, nuk ka thënë kur do iki, kur dua unë. Ato gjërat që të taj, ne s'jemi kapsh, ne jemi njerës. A i po ma tha mua, unë nuk të gjenjej, unë do e vras, nuk të gjenjej. Po ma tha, të jem unë aty. Të kem unë që i për të vras e vras. Do të që do iki kur dua unë. Dhe deklaron deklaron që dhe 500.000 vetë atjen, që i ka mundësi të dalin 500.000 në opozitë dhe i thot, nuk rëvisht, ku që a bën këto oponentësaj? Ne jemi njerës më të gjitha, edhe panelet, edhe gjera të fiksën të sa gjera me rëndësi. Ne e njohim se ku shëshaj, a i që kriminel, vetëm kë vjetë. Pse? Me fakte, bankersin, e drejton vetaj bankersin. Bankersin nga ka marrë 20 milion, që duam ne 4 milion të investim për atë, ne duam 20, 5 i katolikshme, i ka taksa dhe tatime, detyrim ligjor i qeverisë. Mirë zotëri, faleminderit për telefonatën. Alo, mëngjesi. Mirë mëngjes, përshëndetje zonjë. Dakor së protestat, po do ishtë ngritur dhe për në kërdesi që ura 26 vjeta e pensionjarë, që se bën ata 27 gjithë, që së ngritur për ata. Nuk të mora vesh. Kusht ngrijej? Gërdesin për 21 janari, që së ngritën. Po ka patur protesta atere? Asi kjo protest.
Të ngreshin si kjo. Po tash këta që janë këtë moshë sot, në 2008 kur ka qenë Ngërdeci, se këta janë gjenerata Z, pra që deri 20 vjeç, kanë qenë, atëherë kanë qenë 2 vjeç, 3 vjeç, edhe se besoj se dilin dot. Televizori nuk e thot për Ngërdecin, a? Urdhë? Nuk e thot për 21 janarin. Po pra, për 21 janarin, gjenerata Z, që po dalin protest sot, kanë qenë 3 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç, se besoj se dilin dot. Si do bëni ju 24 për Saliun? Për Saliun, po që pun ka News 24 i ka dzjerë të gjithë në shesh zonjë. Të gjithë parlamentarët i kanë dzjerë në shesh në kuptimi që i ka lënë hapësirën të gjithëve, protestuesve i ka lënë të gjithëve hapësirë, kështu që News 24 në këta aspekt, po së shpronë. Ne nuk kemi mbrojtur askënd zonjë, ne kemi mbrojtur vetëm qytetarët. Në Saliu dhe i më djetë, pa se i gjojnë, shikojnë edhe. Zonjë, nuk e di çfarë percepton ti, po këtu s'është bras një thirrje politike asnjëherë. Jo, nuk është bërë, po e mbroni Saliun. Po jo, më zonjë, si e mbronim? Po 26 veta që u vranë në Gërdesa, 26 njërës, se të ngritën shu njërësit. Oj, zonjë, ti je ngritur ti atere? Kujt i kërkon llogarisë, s'po të marrë vesh? Të qize, edhe të stime të qize. I kërkon dhe vete stande, po mirë, sqarojmë me vete dhe diskutojmë në një moment dytë bashkë. Thuaj që do të thoj vetja dhe pastaj në thuaj dhe neve. Faleminderit. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes. Po, urdhro. Po të gjoj këtë emisionin televizive edhe vetëm raga. Qarë pret Saliu e qarë pret Edi e qarë pret. Këtë popull e ka të ndisën mos zot. Ky popull ka mbaruar punë. Ka mbaruar punë, po jo, mërzëdëria. Me këta të dy, se populli nuk është një dhe dy. Populli dënimin në fund dhe vlerat, po të ishë ngritur populli dhe më përpara, i mbyt me mbështym këta Elbësira. Se këta të dy janë që Elbësira, benje, larguan kalamajt, kanë bërë vëndin ku të rejtë qameti, mos kalojmë në racizme, në brejtje, në shejtan, se paka shumë brejtë tër vendin. Vetëm në zinë vendin atë 4 të anët, Kemal të i kështë rrugve nga loj legenësh, ka i për krimi në masë, qartë i flasësh ati djallit që la Peristenjë, që u fut në vetë dhja. Me sy e faqe vene dhe i japin dorën njerit apo tjetrit. Sa dit kish, nga ka marrë fonda i që ka bërë salla, e ka bërë prona, e ka bërë... Kush ja ka dhenë këto? Kush ja ka kontroluar këtë person? Kush ja ka kontroluar? Nga ka ndalë këto vlera leku? Që ka bërë tërë ato salla ju dhe sundon të një zonë të tërë, një kokë palar. Por në jashtë i kokë palar, sa i ka da në këto të ushtrisët policistë, të ushtrisë kryesistë. Edhe është provuar, edhe është... Mi pa tani, merë stërviti dhe lëshoja popullit të mbyt popullit në të vrasë popullit. Si kush jep shpekim për këta, nga i ka marrë vlerat e lekut a i shkish betë gjitha të salat. Si shky që ka vajtur 4 erë Renea dhe nuk e kap ka ndot një mis qim po e futi tjetërin tokë. E futi në 10 tjetërin, qarë të flasësh nesër atyre kalamajve, qarë do të thuash, ku e kam baban ata. Po sa janë vrarë si punat ideali. Ik në Akademia Rendit dhe shikoj plakaqin se është mbushur me policat vrarë. Ku po vend fëmijët tanë punojnë në punëra dhe vinë fëmijët me kokën në tokë dhe ata që kanë ngelur se su dalin lekët të anë bukë. Jo të kërkosh llogaritë të vjen keq, kemi fëmijët yje, kemi të rregullt, po i prisim me duart tona, na i përzun në fund para. Të kuptoj, zotëri. Kështu që nuk e di, po populli pas ka duruar shumë se jep, ata urgjentisht duhet dalin para popullit dhe të japin llogari një me një. Jo të i largohen ore, të futen në burg dhe të japin llogari për çfarë i kanë marrë, çfarë i kanë s'është një më vëlla. Plas një largohu, ikën njeri në drejtim pa ditur, njeri thotë nuk e le unë, ai thotë unë të ngrihem 500.000 veta, unë s'largohem. Ç'janë këta më njerëz, janë këta kafsha. Po që krye familjari i çmendur të çmend milenore. Kështu që... Mirë, zotëri, unë falenderoj. Tër populli duhet të ngrihet. Falenderit, zotëri, për telefonatën, gjithë mirat,
Presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Presimi tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje, zotri. Po, urdhro. Rojë të natë njërë. Faleminderit. E që problemi është se kjo punë është vetëm një pikë. Ajo pikë është në shqiptarë nuk po mujmë me bënë shtetë. Kena formu shtetë, pas po mujmë me bënë. Pas bëmë ata të bëmë të zëmë. Dhe në qëmë se kjo kështë i vazhdojnë shtu, pa në shmëria ka me vazhdu më shumë kohë. Se kjo nuk është asi që po të njëtë të sëtyra, po të njëtë të nxyra, po të njëtë të gjana. Për shemë, e zonë, byra politike e Shqipërisë, ditin të sëtë, ka venos unanimisht që Shqipëria tjetë rovlik e shtati Jugoslavisë. Aja byra politike ka qenë pjesë e Spiro Koleks. Dhe në qëse në vetën, Spiro Koleks ka shkoka në pluma për të atit gatë në atë që ka bërë. Që vërtetume, që kam pasur e ishë për vërtetim. Nuk patë e dirama të atit duke gatë për kuna Kosovës, që kur ka morë për shtetin. E kupton, pra në qëse dhe mas taj pluma në shpinë, të është karavite me pluma, këtë zotnia të kështë frikë, të kanë vratarën të thotë. Shë më bajtë atit të për një për shtetin. Parnej, qësë jeshte, duke bërë institucione që garantojnë shtetin dhe minimumin e mundshëm të demokratisë në Shqipërinë. Qëse në jetojmë institucione që garantojnë minimumin e mundshëm të demokratisë në Shqipërinë, ne lodhën i këtë po. Edhe këta që kena mitë, edhe unë kam të atë protest. Ashtë të frikshme, unë e për vete nuk e besoj. Nuk e besoj. Qa nuk beson? Përdo? Qa nuk beson? Se ke protestet e kena një se shësuri. Sepse kam frikë se dhe grijet grupë organizatorë asaj protestës. Por nuk ka grupë organizator protesta. Je, nuk ka, për të ngritë dëbati ku është, të shkëtë dhe embrionit. Shko si është puna. Tani, aty ka një grup iniciues që njihen kush janë, dhe ata nuk kanë as njëri prej tyre, nuk ka ambicje politike apo që të marë protagonizëm. Dhe më pas është grupi koordinues që nuk ka pse tjetë identifikuar me një grup, janë një grup adetarësh që janë patriot shumë të mirë, të cilët gjithashtu nuk duan protagonizëm dhe s'kam se të kenë protagonizëm dhe janë vetëm për mbarvajtjen e protestës, sigurin dhe që dikush tjetër mos të përfitojnë në kauza. Kjo është ideja deri sa të arrijet të materializohet në diçka tjetër. O, zotë sa mje dhe ishte për tishe shumë si thudi. Po këshu është të themun. Po mi, të është të themun në gjatë. Kush më garantojnë mu se atë njësë nuk blenë pa u bon të jo? Po kush do bletë se nuk ka drejtus, mërë zotri, kush do bletë? Gjenë anë, e dirama? Aha, po jo, pra, kjo është ideja, shiko, ideja këtu është që nuk ka një grup që mund të blijet, sepse nuk ka kokë, është drejtim horizontal. U ka me dalë në të për ditë. Por problemi që në nërë, kujtojtë ku atë atës i? Kush? Ku atë atës që ngritën për mësën të prishtë atës. Unë nuk kam problem me ato që mu prishtë atës, sa ashtu është e do me e prishë. Asë me ato që thëjnë jo të da mërë të atën, po me ato që thënë të hymë në tanke, se aktori i madhë, Robert De Nica, apo aja bëndë me të djeri, do vdes të thaka. Si u blenë ashtu më Allah? Pa ta në tjetër gjë, zotri, këtu është, ajo është e kaos. Dori golem redoja dhe tha Shqip, për qaru shqitër miku im. Ajo është kaos, zotri, e cila nuk është ka gjithë përshirë, se pavarësisht se unë mendoj që ka qenë ka bine ma, por nuk është kaos gjithë. Unë shire e marë që atë njësë mos të shqitën, të të garantoj. Deri tani, zotri, po punohet vetëm për të mirëmbajtur grupin dhe për të mirëmbajtur protestën në mënyrë që mos tjetë asnjë lloj intimidimi tyre. Po, do të keni parasysh se në Shqipërinë të ndashur, me këtë lloj fytyre, me këtë lloj ngjyre, shiten të nasenet, dhe dhe dojnë një Robert De Nica dhe shkojnë e ta puthin prapat a janë velinte atje, sepse tu shiten njerëz ma ke se derrat të urathive në Shkodër, se të urathive në Shkodër a i që ishte të derrat,
nuk i lënë më shqit ka shqirë. Nëse ato shqitët kokra intelektualit, që këna dërkiton jetër, që në këtë darra, thia, zëti sa mi vermi mi mu. Jo vetëm unë ja kam botë e mëna. Edhe Golemre doja, ka bajt një fjallit gjatë, duke thonë pse u shqitë o mikë me indikur për i gjau. Pra ne unë e kam frikën se të njës dhe shqitin e bjerë. Ma kesë derat të ura athive... Nuk jemi në njëtë situatë të tri... Në kira dështu, 36 vjetë kira dështu. Do kishtë njësur për qarja. Të zote nuk shqitin më dhe, unë kam e dojnë për nasë në to, kam e një për nasë në familjen teme, po kja është frika ime, vëfire ime për atë njëzë, është e qarë. Mos shqiteni, qeni që në estarë, jo sa shapa gjashari më rëpë të ti për bolë, serpe, se s'mund të dalin në të nivele, se nuk kena në këtë, filloj vlerë, po të pak të mos shqitën, mos të kena rikur dojnë rrugë, mos të shoj jak kjo shqit, jak kjo ble. Të kuptova, zotëri. Faleminderit për telefonatën. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, zotëri. Mirë mëngjes. Po, urdhëro. Përshëndetje. Mirë, e mbyllim. Provojmë një tjetër telefonat. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Përshëndetje, zotëri. Jam zonjë. Më falë, përshëndetje, zonjë. Urdhëro, zonjë. U ofendua ndoshta zonjë, e mbylli. Më falë, zonjë, kërkoj ndjes. Presim i tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Alo? Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje dhe ju. Urojmë për protestën të shkoj shumë mirë. Edhe në emër të jetës, në emër të këtij populli, në emër të gjithë mirësisë e kënaqësisë për të jetuar bukur si njerëz, të shkoj kjo protest deri në fund. Sepse nuk janë vetëm ato, po të shikosh mirë pasurit e tjera, por të shikojmë se gjithë nën toka është gërmuar. Gjithë nën toka ndiren pasurit më të çmuara si këtij vendi dhe nuk e dim se ku shkojnë. Pra vidhet mbi tokë, nën tokë, vetëm flerat i kanë lënë këtij vendi dhe këtij populli. Prandaj asnjë mos tërhiqet, asnjë mos të mendoj se do kemi gjë tjetër të mirë përveç se kësaj proteste nëse i arrim qëllimit dhe vlerësimit për jetën, në emër të jetës, në emër të Zotit, në emër për ta bërë këtë vend një vend të begat dhe një popull të lumtur. Ky jetë motivi i këtij vendi. Të kuptova, zonjë. Faleminderit. Faleminderit, gjithë mirat. Përshëndes. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjë. Urdhëro. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Je drejt për drejt. Po, faleminderit. Urdhëro. Unë përshëndes protestën kudo anë e mban Shqipërisë. Dhe jam me shpirt dhe me zemër aty. Do ta nis me një thënie të Migjenit. Njerimi është kafshat që s'ka përdihet. Kjo kafshat i zuri i mbyti shqiptarët, prandaj nuk e ka përdihen dot më. Prandaj kanë dalë në përsheshe. Ne, moshat e treta, jemi në krah të tyre. Ashtu si ishim të rinj ne në vitin 91 kur do ta bënim Shqipërinë si gjithë Evropa dhe nuk arritëm do ta bënim, për fajet tona. Tani ua kemi lënë në dorë të rinjve dhe inkurajojmë ata që ta bëjnë Shqipërinë më të bukur se Europa. Prandaj, unë i bëj thirrje presidentit të Republikës së Shqipërisë, këtej nga fundi dheut. Dil president për te populli, për krah populli. Dhe merr masat e tua të mos arrim si në 97-ën. Se të vijë Vraniski me holandezin dhe të shëngoj vidat e kokës ju profesor doktorëve të Shqipërisë që bët atë katrahur. I bëj thirrje kuvendit të Shqipërisë. Si shenjë dhune, zonjë. Jo si shenjë dhune, po i kemi përjetuar në kurrizin tonë ne këto.
I kemi përjetuar dhe unë jam një mbijetuar e 97-ës. Që desi fatit dhe jetova. Se sot do isha në nëdhe. I bëjt thirrje Kuvendit të Shqipërisë dhe kryetarit të Kuvendit të shpejtoj reformën zgjedhore dhe gjykatës kushtetuese të heqi atë vendimin gjysmak që mori për listat e mbyllura. Se gjykata kushtetuese s'ka ta ndisur si ai Këshilli Popullor i Fshakit në ato kora. Tjetër, u bëj thirrje të gjitha partive të reja, që nuk janë pak, po janë shumë. Ngrehuni të rinj, bashkohuni me partitë e reja, dilni për zotë Shqipërisë, sepse këto dy partie kanë mbaruar ciklin e tyre. Ne pam shumë mirë, ditën që ne festonin në Mjerim Kurban Bajramin, njëri festonte përjetësinë e tij në parti, dhe tjetri mlodhi sa kokalla na Evropa dhe erdhi u ahodhi socialistëve këtu në përsheshe dhe ata përshtypnin ato kokallat e tyre duke shtrëmëruar buzët. Unë nuk jam e bindur që ne do vemi në 28 në Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian nuk të pranon kështu si që jemi ne, po të pranon ashtu si që do ai. Prandaj ne si popull duhet të shtrëngojmë radhët nga veriu në jug, nga Vermoshin në Konispol, dhe jo të flasim si ata zotërin që e ndajnë veriun dhe jugu. Nuk jemi në veç, jemi bashk. Jemi bashk. Është amaneti Ismail Qemalit dhe Isa Buletinit, që duhet t'i kemi në ballin ton, dhe me ata duhet të esim për para. Ta bëjmë Shqipërinë më të bukur se të gjitha vendet e tjera. Unë nuk do zgjate më, po dhe kërkoj, dhe një gjë tjetër kërkoj nga televizori publik shqiptar, kërkoj nga televizori të hapi dyer dhe t'i flasi popullit dhe të lejoj që në ato televizor që ne paguajmë 1.000 lekë të vemi dhe të flasim. Mirë, zojnë, faleminderit shumë për telefonatën, për shnes, qëtë mirat, ne do shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, i kthehemi sërish pas pak me motin dhe trafikun. Për ditën e sotme, si do t'jetë moti dhe trafiku deri në këto momente në kryeqytet. Publicitet. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4 dhe të fundit, do të shohim tani shkurtimisht motin dhe trafikun. Motin për ditën e sotme dhe fundjavën, si dhe ditën e nesërme. Pra, dhe ditën vim jam në ardhshme, shohim pak qershorin si do t'jetë me që nuk e kemi parë, dhe trafikun deri në këto momente në kryeqytet. Nisim me motin, sot temperaturat do t'jenë relativisht të mira, teksa jemi në kushte pak a shumë të njëjta me ditën e dieshme, 30 gradë pritet që të jetë temperatura maksimale në kryeqytet sot, por mund të shkojë edhe diçka më shumë, ndërkohë që në rang republike mund të jemi deri në vlerën e 32 gradëve të regjistruar në ulësiren perëndimore. Vlera maksimale regjistruar ditën e sotme në kryeqytet ka qenë 16 gradë Celsius, ndërkohë e njëjta situatë atmosferike do të jetë edhe për ditët në vijim. Nesër do të kemi një rritje të vogël të temperaturave me 2 gradë Celsius. Ndërkohë, java tjetër më pas fillon me temperatura edhe më të larta se java që lan pas, teksa do të kemi temperatura nga 32, 33, madje 34 gradë Celsius në vlerat maksimale javën tjetër, ndërkohë që vlerat minimale do të jenë edhe ato më të larta me 2-3 gradë më shumë se sa kemi pasur gjatë kësaj jave. I gjithë qershori do të jetë në të njëjtat kushte atmosferike, java tjetër është mot me diell, ndërkohë përkeqësimi i situatës mund të vijë nga fundi i muajit, që mund të kemi tek tuk në një rreshje shiu dhe rikthim të rreshjeve me intensitet rrebeshe, domethënë me intensitet lartë, ndërkohë pak a shumë në këto 10 ditë dhe këto 15 ditë para qershorit është periudha më e mirë ndoshta për të bërë plazh për ata që zgjedhin qershorin e hershëm për të bërë pushimet e tyre. Temperatura më e lartë sot pritet të regjistrohet gjatë mesditës, konkretisht në orën 14 dhe do të vijojë deri në orën 15 dhe 16, më pas do të kemi një freskim të situatës atmosferike, ndërkohë që temperaturat do të ulen deri në 23 gradë në orën 20:11, kur do të jetë dhe perëndimi ditën e sotme. Pra kemi edhe për 16 ditët në vijim, do të kemi ditë të gjata sërish
ditët më të gjata të vitit, derisa të ndodhë edhe solstici i qershorit. Ky ishte parashikimi i motit. Ndërkohë, do të shohim tani shkurtimisht edhe trafikun deri në këtë moment në kryeqytet. Sot është ditë e shtunë, deri në këtë moment se besoj të ketë trafik, por gjithsesi ja ta shohim një herë. Trafiku zakonisht fillon pak më vonë. Okej, pas kam të drejtë për herë të parë. Nuk ka trafik as në unas të vogël, as në autostradën Tiranë-Durrës, vetëm pak trafik në Paskuqan me sapo shohën ato të kuqen sipër, në drejtim të Urës edhe më pas, që nga edhe në krau tjetër. Ure Paskuqanit, hyrje dalje Unazës, por rrugët që nga me trafik, jo Unaza vetë, rrugët që të qojnë atje, deri te rrethi. Aty që nga trafiku, i gjithë trafiku që nga përqendruar aty. Ndërkohë pjesë tjetër e kryeqytetit, duke në rregull, madje edhe rruga e Durrësit sot, për herë të parë në histori, është pa trafik, rruga e Durrësit që ngarkohet gjithmonë. Me sa duket protestuesit nuk janë zgjuar akoma, kështu që nuk ka nisur trafiku në kryeqytet. Ndërkohë, shohim pak rrugën e Elbasanit, ndoshta aty mund të ketë ndonjë fluks mjetesh. As në rrugën e Elbasanit, hiç. Nuk ka trafik as në rrugën e Elbasanit. Fresku ndoshta, rreth rrotullimi i freskut, po spati dhe atje, nuk e di. Shohim dhe rreth rrotullimin e freskut, si paraqitet situata e trafikut atje deri në këtë momente, por nuk shohim gjë, nuk paska as në fresk. Nuk ka as në fresk trafik. Wow. As të rreth rrotullimi i freskut deri në këtë momente nuk ka trafik. Kështu që situata paraqitet shumë në rregull. Në kryeqytet paktën, pas ka pak trafik te rruga Ura, ndërkohë pas kemi në autostradë trafik. Na pas ka shpëtuar autostrada. Në autostradën Tiranë-Durrës kemi trafik nga kilometri 2, fix në kilometrin 2 të autostradës, e deri te mbikalimi i Rinasit. Ja, fillon trafiku nga kilometri 2. Si që shini është e kuqe e dëndur, me se duket qytetarët largohen nga Tirana në këto momente, e deri në kthesën e Rinasit. I vetmi segment i bllokuar deri në këto momente, jo i bllokuar tërësisht, sepse kalojnë ato mjetet, po me trafik, është ky nga kilometri 2 e autostradës Tiranë-Durrës deri në kthesën e Kamzës. Pjesa tjetër e qytetit dhe rrugët e tjera interurbane janë të lira dhe mund të aksesohen lirisht nga të gjithë me mjete. Me trafikun e mbyllim këtu, koha për të zgjuar për ditën e sotme, do të rikthehemi sërish nesër me kolegun Renaldo Saliani në orën 7:00, ndërkohë që bashkë do të jemi sërish pas pak me edicionin e shkurtër informativ. Publicitet.